Bismillahirrahmanirrahim. Do t'ju mësoj sonte një dhikr, një formulë prej formulave të përmendjes së Allahut Azza wa Jall, që ka një peshë jashtëzakonisht të madhe, dhe që ka një shpërblim jashtëzakonisht të madh, dhe që ka një efekt të mrekullueshëm në zemrën dhe shpirtin e gjithë secilit prej nesh. Përpara se të nis fjalën, në dorën time kam një kuti. Po çfarë ka në këtë kuti dhe përse ta përdorim atë? Më ndiqni. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtua shokëve të tij me një fjalë. E tha, nuk ka njeri mi faqen e dheut, kujdes, kjo është një fjalë shumë e rëndësishme. Nuk ka njeri mi faqen e dheut, që thot, la ilaha illallah, Allahu Ekber, Subhanallah, Elhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, pra një këto 5 dhikre. Përveç se do t'i fshihen gjunahet e ti, edhe po të jenë sa shkuma e detit. Allah. Një fjalë jashtëzakonisht e rëndësishme, me një peshë shumë të madhe dhe me një nxitje nga pejgamberi alayhi salatu wasalam për ta shtuar dhikrin Allahut Azza wa Jall. Dhe me thanë, ti i merr këto tespi, edhe këto janë 100 kokra, edhe thu 100 herë, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pastaj 100 herë, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Pastaj 100 herë, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Pastaj 100 herë, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pastaj 100 herë, la hawla wa la quwata illa billah. Ose edhe ma pak, ose edhe ma shumë. Pejgamberi thot, nëse e ban këte, të fshihen gjunahet tuaja, edhe nëse janë sa shkuma e detit. Këtu çfarë ndodh? Ndodh që dikush që na dëgjon, zakonisht jo besimtar, ose jo musliman praktikant, ose për atyre që na i ndjekin fjalët dhe veprimet me lup, edhe përpiqen që me na xhan gabim, a më na regjistru një fjalë, a më na marr një sjellje, a një vendim shariatik, a një hadith, a një ajet dhe me ebate legjend. Thot, dhe me thanë, ju bani gjunahe ditë natë, dhe pastaj knoni 100 herë, 200 herë me këto tespit në dorë, edhe e keni kryer punë. Jo, nuk është kështu. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur në nxit për t'i bërë dhikr Allahut Azza wa Jall, dhe na thot se efekti i këtij dhikri është i barazvlefshëm me faljen e gjunaheve, do të thotë se pejgamberi alayhi salatu wasalam po na merr përdore drejt përmirësimit të jetës. Po na merr përdore drejt të rifillimit në një marrëdhënie të re me Allahun Azza wa Jall. Jo, bën gjunahe sa të dush, pastaj thuaj 100 herë këto, edhe ai person i cili e ka banjit me vazhdu në rrugën e zullumeve, t'jeni të bindur që Allah Azza wa Jall e privon për ta përmend emrin e tij. Nëse njeti i tij nuk është i sinqert për hir të Allahut Azza wa Jall, Allah Azza wa Jall nuk e lejon as gjuhës, as zemrës së tij që të hyjë në këtë botë të pastër edhe nuranite. Atëherë kur ti ke një jetën e pastër, edhe don me të vërtetë me u shkput nga bota e gjunaheve, nga gabimet, nga veprimet që në peshorën islame janë të ndaluara e të papëlqyeshme, pejgamberi alayhi salatu wasalam të thotë, nise nga kontakti direkt me Zotin tan. Mos prit as me të fal dikush për njerëzve, se askush nuk e ka në dorë, mos prit me hap dyert e gjunaheve tuaja dikujt, sepse nesër edhe mund ta keq përdor atë kundër teje, dhe mos e vet poshno veten tane. Me thanë që un kam bë këtë, un bëj atë, un s'kam lënë gjë pa. Jo, fare. Ti edhe Zoti jot. Ti ke bë diçka. Un kam bë ndoshta shumë më shumë se sa ti. Ti mendon se ke bërë gjunahe sa nuk ka kush me i fal. Në fakt, askush nuk i fal, përveç Allahut. Përveç Allahut. Pejgamberi alayhi salatu wasalam është duke të thënë, hyr në detin e faljes, mëshirës, edhe kthimit nga Allahu Azza wa Jall nëpërmjet dhikrit. Përmend Zotin tënd sa më shumë. Dhe le të jetë kjo përmendje e Allahut në mënyrë sistematike një rifillim i ri, një përpjekje për të nëshuar jetën tënde, dhe sa më shumë që ti e përmend Allahun Azza wa Jall, aq më shumë mushesh me dritën e tij.
dhe një trup, një zemër, një shpirt, ku ka zënë vend drita e Allahut Azza wa Jall, ai person ka garanci të përhershme për t'u privu nga gjunahu. A do të bëjnë gjunah për? Po do të bëjnë. Edhe mund të bëjnë. A mund të gaboj? Po edhe mund të gaboj, sepse është njerëzore që njiru me gabu, por jo me dashje. Jo me qëllim, jo me zemër të ngushtë, me zemër të zezë, jo, sepse ky ka hyrë në procesin e pastrimit të brendshëm. Atëherë, 100 herë, a 1 herë, a 5 herë, a 10 herë, a 200 herë, 1000 herë, ti bën një virt të përditshëm. Ti caktoje vetes tane një virt të përditshëm. Dhe përpiqu që këtë virt me e respektu. Përpiqu që me ideal Zotit tënd në atë takim të përditshëm dhe atë hise të përmendjes mos e ndalu asnjëherë. Dhe shih se si Zoti i gjithësisë e begaton dhe e rahaton dhe e qetëson jetën tënde, zemrën tënde, shpirtin tënd. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, duke na treguar për vlerën dhe madhështinë e fjalës apo shprehjes la haule wala quwata illa billah, në veçanti, që do të thotë la haule, pra unë nuk kam hile, as mundësi për të largu nga gjunahu përveç se me vullnetin edhe mbështetjen edhe mëshirën e Allahut Azza wa Jall. Dhe nuk kam forcë për të bërë vepra të mira edhe adhurime përveç se me vullnetin e mëshirën dhe bekimet e Allahut Azza wa Jall. Tamam? Pra, të dyja gjendjet ti më adorzu Zotit tënd dhe më thanë unë jam i pafuqishëm për çdo gjë. Për asgjë, nuk kam mundësi asgjë. Dikush thotë duke ndaj thotë, "Oh, nuk e di çka kam. Oh, dora, nuk e di. Aso më drill dora, girsi, nuk e komandoj më dorën." Allah. Po i nosha deri para 1 ore, 2 ore, mahime të madhe si kampioni i shtangës, i mundjes, absolutisht një nerv i vogël dhe të prish jetën. Allah, dora dhe të varet, kama dhe të varet. Atëherë, njeriu duhet me kujtu gjithmonë se në jetën e tij të kësaj bote nuk ka as hile, as forcë, hile për të larguar nga e keqja, e forcë për të bërë të mirën përveç se me mëshirën dhe bekimet e Allahut Azza wa Jall. Prandaj, mbështetju Zotit tan. Shtoje sa më tepër dhikrin la haula wala quwata illa billah. Çfarë peshe ka kjo shprehje dhe ky dhikr kaq i madh? Pejgamberi alayhi salatu wasalam na tregon se në natën e Mirajit, kur u taku me Hazreti Ibrahimin alayhi salam në lartësi qiellore, Hazreti Ibrahimi alayhi salam i tha pejgamberit ton, o Muhammed, urdhëroje ummetin tënd që të shtojnë fidanët e xhennetit. Urdhëroje ummetin tënd që të shtojnë fidanët, pra për të mbjellë në xhennet. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e pyeti, çfarë janë këto fidanët e xhennetit? Tha, la haula wala quwata illa billah. Për nëse ti në ditë thu 100 herë la haula wala quwata illa billah, ja një këto. As ma pak as ma shumë. E ma shumë edhe ma mirë. Ti ke mjedh 100 fidanë në xhennet. E garantuar. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam çfarë thot? Thot, shtojeni. Tash e urdhën pejgamberi jon alayhi salatu wasalam. Shtojeni shprehjen la haula wala quwata illa billah, sepse ajo është thesar prej thesareve të xhennetit. Allah. Thesar prej thesareve të xhennetit. Hazreti Qais ibn Sa'd ibn Ubade thot se baba Hazreti Sa'di më çoi tek pejgamberi alayhi salatu wasalam për t'i shërby. Dhe një ditë teksa po falesha dhe kishim kryer namazin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mua ofrua dhe më tha, a ke dëshirë të të udhëzoj drejt një dere prej dyrëve të xhennetit? Allah, çfarë mirësie, çfarë bekimit. I thash patjetër, o i dërguari i Allahut. Dhe tha, la haula wala quwata illa billah. U kry. Prandaj, sa më tepër, la haula wala quwata illa billah. Njerëz të shumt me këtë dhikr kanë shëruar sëmundje, lëngata, problematika, përplasje, dëshpërime, sepse kjo ka një forcë shumë të madhe, edhe më të madhe se sa mund ta përfytyrojmë unë edhe ju. Allahu ju dashur.